Pas materialit të përgatitur nga gazetarja Jona Valbona Fazliu, ku foli me drejtorin e qendrës së shëndetit publik lidhur me vaksinimin e haxhilerëve. Ne do vazhdojmë të njëjtën tematikë me të ftuarin ton që kemi sot në emisionin e Ritmi i ditës me zotrin Femi Ebibi, që është nga Bashkia Fetare Islame, që do flasim për haxhilerët e vitit 2025. Përshëndetje zotri Ebib, mirë se erdhët në emisionin e Ritmi i ditës. Selamu alaikum, Liani që përshëndes juve dhe që falenderoj për ftesën që ne keni bërë, stafin e juaj. Shpresojmë që t'japim disa shpjegime në lidhje me haxhin, organizimin dhe temat të cilën ju e keni caktuar. Faleminderit. E fillojmë se për muslimanët haxhi është një ndër kushtet e Islamit. Mund të themi shtylla e pestë e Islamit. Cila është rëndësia e haxhit? Çfarë do të thotë haxhi në fejen islame? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Është shumë e drejtë ajo që tha ju, sipas mësimit islam, haxhi është një nga kushtet ose një nga shtyllat kryesore të binasë së madhe islame, ose thjesht thënë është kushti i pesë i islamit. Obligueshmëria e haxhit shihet ose bazohet në argumentet kryesore ose në burimet kryesore të së drejtës islam ose shariatit islam. Gjithsesi haxhi obligohet përmes ajeteve të Kuranit drejt për drejt dhe haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu i madhrueshëm në surën Ali Imran, ajetin 96 dhe 97, e bën të obligueshme haxhin, duke thënë velillahi alen nasi hijjul bejt men istata ilehi sabila. Vizita shtëpisë së Allahut është e obligueshme për ata të cilët kanë mundësi udhëtimit të Allahu xhaleshanu. Po ashtu Allahu xhaleshanu, ose sipas mësimit islam, një sure e veçantë, një nga kaptinat e Kuranit famëlar të shemëruar me emrin haxh, ku i madhi Zot shpjegon gjërësisht për haxhin. Dhe këtu përmendet Ibrahimi alayhis salatu wassalam, shpjegohet kur Allahu xhaleshanu urdhëron Ibrahimin alayhis salam të ndërtoj Ka'ben e madhnueshme, gjithsesi të rindërtoj të vënë themelet për zditi të Ka'bes së madhnueshme, dhe e urdhëron Ibrahimin alayhis salam, thotë o Ibrahim, ju thirrni për në haxh dhe do shofish se do vinë njerëz nga katër anët e botës, kalorës, me këmbë, të raskapitur e të lodhur, po për hir të Allahu xhaleshanu ata ta krijon këtë sakrificë. Pastaj Muhamedi alayhis salatu wassalam në shumë hadithe të tij flet për haxhin. Në një nga hadithet e tij, i dashmi Allahu xhaleshanu Muhamedi alayhis salatu wassalam thotë është bërë obligim haxhi për ata të cilët kanë mundësi udhëtimin atë. Pastaj hadithi tjetër i pejgamberit alayhis salatu wassalam kur thotë se Islami ndërtohet në besimin në Allahun xhaleshanu, të besosh Allahun duke mos i bërë shok Allahut, të falësh namazin, të japësh zakatin, të krijesh haxhin, dhe këtu përmendet po ashtu krijeria e haxhit. Pra bazuar në këto dhe shumë hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam, duhet me dije se haxhi është një nga kushtet e binasë së madhe islame ose është kushti i pesë i islamit. Mund të na thoni sa është haxhi një detyrim për çdo muslimanit apo ka përjashtime, të themi? Ashtu edhe kjo është një pyetje e qelluar, do thotë parasysh se çdo obligim fetar, çdo kusht i fesë islame ka edhe kushtet ose brenda saj kush e ka të obligueshme ose kush nuk e ka të obligueshme. Haxhi sipas mësimit islam është obligim për çdo musliman dhe muslimane të cilët i plotësojnë disa kushte të caktuara. Kushtet kryesore janë të jetë i lirë, të ketë shëndet psikofizik, do të jetë i shëndosh edhe mentalisht, edhe fizikisht, dhe që është më me rëndësi të ketë mundësi materiale, do të përveç nevojave ditore, përditshme, detyrimeve që ka ndaj familjes, në qoftë se ka pasuri, ka mundësi materiale që të paguaj ose të krijë haxhin, atëherë e ka të obligueshme krijen e haxhit. Por në qoftë se nuk ka mundësi materiale, atëherë nuk e ka të obligueshme haxhin. Për arsye se ne nga ibadetet, nga obligimet fetare, dhe thotë dallon haxhi edhe zekati, i cili nuk është i obligueshëm për çdo musliman, po vetëm për ata të cilët kanë mundësi materiale që ta krijnë haxhin. Mirë po, shtrohet pyetja tani, ata të cilët nuk kanë mundësi materiale, a privohen nga kjo mirësi e haxhit, nga sevapet e haxhit, kushtimisht thënë? Jo, sipas mësimit islam,
ne kemi baza fetare, kemi referenca fetare, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ai I cili e fal namazin e sabahut dhe yatsis me xhamat, do thotë kapën yatsin me sabahun, thot ka sevape sikur me kri haxhin, ose zikri, përmendja Allahu xhaleshanu dhe forma të tjera, kur bëjmë vepra të mira ne, do thotë Allahu xhaleshanu nuk e privon një besimtar që nuk ka mundësi materiale ta krijë haxhin, ai këtë sevap, këtë mirësi të Zotit xhaleshanu mund ta fiton në forma të ndryshme. Pasi kur jemi te kjo tema, t'ju bëj edhe një pyetje, ka bashkësia fetare islame të themi ndonjë bashkëpunim të themi me institucione saudite për të shkuar, për t'ju ndihmuar të themi këtyre që nuk kanë mundësi financiare, për të shkuar, për t'ja mundësuar për të vizituar atë vendin e shenjtë, që çdo musliman besoj që ka dëshirë për të vizituar atë vend, edhe pse ju e cekët që në fejen islame nëse një njeri, një musliman nuk ka mundësi për të vizituar, nuk është I obliguar. Po ka ndonjë bashkëpunim të tillë? Ashtu, njerë parimisht duhet edhe njerë të potencojmë faktin se vetëm ata të cilët kanë mundësi materiale e kanë të obligueshme krijerin e haxhit një herë në jetën e tyre. Ata të cilët nuk e kanë këtë mundësi materiale, ata nuk e kanë të obligueshme krijerin e haxhit. Mirë, po marr parasysh edhe këtë grup me këtë status social të cilët nuk e kanë këtë mundësi. Do thotë ekzistojnë programe nga më të ndryshme. Një nga ato programe është për shembull Bashkia Islame në bashkëpunim me Ministrinë e Haxhit të Arabisë Saudite, ekziston një program I cili ju dedikohet grupeve të ndryshme të shoqërisë. Po, zakonisht kemi edhe të ftuarit special mysafirët e mbretit. Mysafirët e mbretit. Kjo është një program I cili është paraparë, do thotë që ta vizitojnë Ka'ben, shtëpinë e Allahu xhaleshanu, ose të krijnë haxhin grupe të ndryshme nga shoqëria. Tu mund të ketë parasysh ndonjë I varfët, kemë parasysh ata të cilët merren me shkencë, për shembull nga fakultete, universitete të ndryshme, biznesmen, nga politikanët, pra sferat të ndryshme. Dhe në këtë program do thotë Bashkia Islame her pas here do thotë ka parasysh që në këtë grup të këtyre haxhive do thotë ka parasysh dhe shtimin edhe njerëz me status më të dobët social. Mirë, po ky numër është shumë I kufizuar, prandaj do thotë ndoshta kjo nuk vrehet në shoqëri. Përse se Bashkia Islame do thotë ka një numër shumë të kufizuar I cili është më pak se më pak se 10, varësisht prej viteve, dhe prandaj kur merret një nga biznesi, një nga sfera kulturore, shkencore, një I varfër kështu, dhe thotë kjo nuk vrehet shumë në shoqëri. Po përndryshe ekzistojnë programe të tilla. Pastaj Bashkia Islame përveç haxhit do thotë një program të ngjashëm të tillë ka edhe umre që organizohet gjatë vitit. Edhe në ato umre do thotë kemi parasysh këta, po mundohet do thotë që të kemi nga çdo stres I shoqërisë, do thotë njerëz të cilët të mundsohet qoftë krierja e haxhit ose qoftë umria, do thotë të vizitohen vendet e shenjta. Patjetër. Edhe pak di ka ngelu për shkuarjen e haxhilerëve në vend. Mund të na thoni se cilët janë kriteret që kanë për të aplikuar, se të njëjtat kritere besoj që vlejnë edhe për vitin e ardhshëm, për çdo vit janë të njëjtat. Cilët janë kriteret? Kritere kështu në aspektin procedural dhe juridik nuk janë kush e di sa, do thotë kërkohet që para së gjithash haxhiu I cili aplikon për të kryer haxhin, ne ju preferojmë gjithmonë që të jenë të shëndetshëm, do thotë eventualisht të krijnë ndonjë kontroll mjekësor, të kenë pasaport të vlefshme, e cila duhet të jetë më shumë se 6 mujore, dhe në kohë të caktuar kur bëhet regjistrimi I haxhive do të paraqiten në myftini gjegjëse. Vjen fjala nëse është nga Shkupi do të paraqitet në myftininë e Shkupit, nëse është me banim nga ndonjë qytet tjetër do të përgatitet ose të aplikone në myftininë ku jeton. Përpara ka pas një kohë caktuar kishte një kufizim me 64 vite, kjo ndodhi mbas koronës, por tani ajo nuk është si kriter. Ka ndryshuar? Po, ka ndryshuar, dhe tani nuk është kusht mosha. Por ne gjithmonë besimtarëve, muslimanëve ju sugjerojmë që një ditë më herët ta kryejnë haxhin, kjo është më mirë. Për arsye se kur një musliman ose muslimane është në moshë më të re, kur I mundson shëndeti fiziku, atëherë me siguri se e ndjen më shumë kënaqësinë e haxhit. Për arsye se haxhi nuk është thjesht vetëm një vizitë, një shëtitje, por haxhi bëhet
ajo që dallon haxhin nga vizitat ose shëtitjet e zakonshme është se haxhi përveç që është obligim fetar, është ibadet, bëhet në kohë të caktuar, në vend të caktuar dhe me cilësi ose me atribute, me veprime të caktuara. Atje do thotë përgjithësi janë kushtet veshën ihramet, krihet tavafi rreth Ka'bes, pastaj sa'i, bëhet qëndrimi në Arafat, në Mine, hudhja e guralecave, do thotë gjithë këta do thotë kërkojnë një mundësi fizike, do thotë që haxhit ta krijnë kështu me kënaqësi dhe ta përjetojnë haxhin. Normal kur janë në moshë të thirr, kur janë të rënduar në aspektin shëndetësor, do thotë ata e krijnë haxhin, po gjithsesi kjo ju paraqet një vështirësi të jashtëzakonshme. Mund të na thoni se sa është numri i vendeve të caktuar për haxhilerët nga vendi ynë? Bashkia Islame zakonisht ka dikundi një kuotë e cila përcaktuar paraprakisht nga Ministria e Haxhit të Arabisë Saudite. Vitet e fundit kjo kuotë arrin dikundi 2.000 haxhi, ne konkretisht si vjet kemi 2.020 haxhi. Kemi kalu pak për hir të thash suksesit që ka Bashkia Islame. Për shembull vitin e kaluar Bashkia Islame ka qenë rënditur për arsye se bëhet evaluim, do thotë nga Ministria e Haxhit të Arabisë Saudite. Vjet kemi qenë si Bashkia Islame e Maqedonisë në 5 shtetet, top 5 shtetet më të mira në aspektin e organizimit. Ja që konkretisht si vjetë që në fillim të vitit në janar jem bërë kontratat me kompanit e fluturimit që dhe bënë udhëtimin haxhitan, jem bërë kontratat me hotelet, prej shkurti kanë filluar pagesat, kështu që ne prej muajit kaluar i kemi siguruar të gjitha vizat për haxhint. Pasandaj ne Bashkia Islame do thotë bën organizimin nga më ndryshëm pa përgatitje për haxhin. Nga këto 2.020 haxhi ne kemi staf i cili përbëhet prej 110 personave. Këtu janë të paraparë hoxhallarët, udhëheqësit e grupeve të cilët gjithmonë do t'i shoqërojnë haxhit atje dhe bashkërisht do t'i krijnë ritualet ose ibadetet e haxhit. Këtu kemi paraparë edhe stafin mjekësor, për shembull për 25 deri 30 haxhi, aq sa i formojmë në grupet, varësisht prej rrethanave të ndryshme, ka gjithmonë nga një hosh, teolog të diplomor i cili udhëheq dhe ai përveç që udhëheq gjithmonë i mëson, ju flet për haxhin, mënyrën si do ta krijnë. Në gati mesatarisht në çdo 100 haxhi ka nga një mjek, do thotë si vjet kemi 110 antarë të personelit ose ata të cilët merren me organizimin e haxhit. Çdo miftini ka edhe koordinatorin e tyre dhe kështu me radhë janë disa nga pjesët të cilët kanë bënë me organizimin e haxhit. Si është interesimi i qytetarëve, të themi i besimtarëve muslimanë për të shkuar në haxh? E dim që çdo vit nga Bashkia Fetare numri është i mbushur, ndoshta edhe për vitin e ardhshëm edhe për 2 vite me radhë. Ashtu shumë e vërtet, sidomos vitet e fundit kemi një interesim më të theksuar. Prandaj ne gjithmonë ju bëjmë thirrje besimtarëve që ata të cilët mendojnë në kryerjen e haxhit, të cilët janë jetëli, është mirë që të paraqiten në kohë ose në kohët kur bëhet regjistrimi i haxhive, për arsye se thash interesi është shumë i madh dhe vendet plotësohen, mbasi që ne kemi një kuotë të caktuar prej 2.000 vizave dhe këtë nuk mund të atë kalojmë, ndërsa interesimi është shumë më i madh. Ja për shembull ne kemi të mbushur edhe për vitin e ardhshëm, për vitin 2026, dhe thotë e kemi të mbushur, mendohet që qendrën do hapet për 2027. Interesimi është shumë i madh, prandaj çdo kush që mendon në kryerjen e haxhit është mirë të paraqitet, të regjistrohet, të aplikon në miftinin gjetës aty ku jeton, e masandaj më dash Zoti nëse për shkaqe nga më ndryshëm detyrohet të tërhiqet, do thotë nuk mban asnjë pasojë, do thotë për arsye se regjistrimi ose aplikimi është duke mos paguar asgjë, thjesht jep pasaportën, dhënat personale, dëshmon se është me gjendje shëndetësore fizike të mirë dhe kaq. Nëse për shkaqe ose arsye të ndryshme detyrohet të tërhiqet, do thotë nuk mban ndonjë sekuencë ose ndonjë pasojë tjetër e cila mund ta penalizon ose diçka tjetër. Ju e cekët në fillim të bisedës se Bashkia Fetare Islame në vend është rënditur në
top 5 listën. Vjetë ka qenë, vitin e kaluar, shpresojmë që edhe si vjetë arrujmë këtë. Ka qenë një ndër bërësit fetare më të organizuar. Mund të na tregoni pak si është organizimi i udhëtimi i haxhilerave? Po ne, ju thash, kemi filluar me organizimin e haxhit që në janar të këtij viti, një departament i veçantë në riasetin e Bashkisë Islame merret me organizimin e haxhit, pasandaj çdo miftini e Bashkisë Islame përmes referenteve do thotë merren me organizimin e haxhit. Para haxhit çdo miftini organizon takime, themi kushtimisht thënë seminare ose këto takime të cilët ju japin informacione në lidhje me mënyrën e krijes së haxhit. Pastaj çdo miftini do thotë cakton udhëheqësit e tyre, të cilët i formojnë grupet, kanë kontakte me haxhit, ju japin njohuri të mjaftueshme çdo haxhiu për mënyrën se si do krijet haxhi. Pastaj gjatë tërë kohës qëndrimit në Arabi Saudite i shoqëron gjithmonë një teolog, një hoxh. Gjatë sa shkohet në që menjëherë organizohen ligjërata, tubime, të cilët kanë karakter informativ ose karakterin e grupeve, seminareve të vogla të cilët ne i përgatisëm haxhit dal nga dal për çdo veprim, për çdo ibadet, për çdo ritual të cilën e krijmë atje. Dhe thotë po ashtu gjithta janë të ndjekur edhe nga ekipi mjekësor, paraqësisht se dim atje sidomos kryerja e haxhit tani gjatë periudhës së verës është një çik më e vështirë. Temperaturat janë më të larta dhe her pas here ka edhe pengesë ose komplikime shëndetësore. Ne kemi një staf të madh mjekësor, çdo miftini, për shembull thash, në çdo 100 haxhi ne zgjedhim nga një mjek të fushave të ndryshme, kemi do thotë të gjinisë mashkullore dhe gjinisë femërore, kemi edhe udhëheqës hoxhallar, po kemi edhe udhëheqës të gjinisë femërore. Gjithë këto do thotë janë në këtë formë të organizuar. Kuptohet në krije të organizimit qëndron krijesia e haxhit të Bashkisë Islame, e cila si vjet udhëhiqet nga muftiu i Tetovës, Dr. Selver Efendi Xhemaili, dhe ka koordinator nga çdo miftini dhe në këtë mënyrë do thotë ne organizojmë haxhin. Do ta organizoj. Ju e cekët në fillim që keni bërë edhe seminare apo të themi ligjërata për haxhilerët, për t'i njoftuar. Si ka qenë interesimi? Cilët ishin ato pyetjet më të shpeshta që i bënin haxhilerët? Tani sa ka filluar këtë muaj bile në disa miftini vazhdojnë. Çfarë intereson atyre më shumë? Zakonisht haxhilerët kanë një entuziazëm të papar, normal gjithmonë me pak rezerva kanë ngajle se gjithaj numrat që janë kallaballëki që është. Bëjmë pyetje mënyrën se si do ta krijojnë, si do ja kalojnë, a do kemë vështirësi, por ne gjithmonë mundohemi do thotë t'u japim kurajo dhe t'i qetësojmë në atë aspekt se ata nuk janë vetëm, gjithmonë janë nën udhëheqje të një hoxhe, i cili ka qenë përpara, i cili ka përvojë, i cili e njeh procedurën dhe do ju ndihmon gjithmonë në krijerjen e gjitha ibadeteve të cilët janë të parapara atje. Normal ne ju shpjegojmë mënyrën ose ju shpjegojmë ritualet kryesore të cilët bëhen, ihrami, mënyra e veshjes ihramit, çfarë rëndësie ka ihrami, pastaj tavafi që bëhet, qëndrimi në Arafat, lëvizjet prej Arafatit pastaj në Muzdelife, në Mine ku bëhet hedhje guralesave. Ritualet kryesore të haxhit. Sa ditë do të qëndrojnë të themi në Mekë dhe Medine? Sa do pak ju i cekët ato rituale që duhen të kryen? Çdo haxhi i cili aplikon, prej momentit kur aplikon, do thotë i bëhet me dije edhe paqeta e haxhit, e cila vitet e fundit nuk dallon shumë. Bashkia Islame ka parapara diku 28 ditë qëndrim në vendet e shenjta, pjesa më e madhe e kësaj paqete do të përfshihet në Mekë. Në Mekë qëndrohet dikundi 20 ditë, 23 ditë, ndërsa në Medine qëndrimi është 5 net ose 5 deri 6 ditë varësisht nga programet të cilët i ka çdo miftini të parapara veç e veç. Si vjet mendohet do thotë është planifikuar aeroplani i parë ose nisja e parë do jetë miftinia e Gostivarit, të cilët do udhtojnë me datë 24 të këtij muaji që i bie e shtuna e ardhshme.
dhe kemi fluturime gati çdo ditë nga 1 ose ditë derisa të transferohen të gjithë haxhit nga Maqedonia deri në Mekë. Fluturimi i fundit si vjet është me datë 28 maj. Masaj kthimi do fillojë prej datës 22. Si kanë ardhur ashtu edhe të kthehen, po, ashtu rendi do ruhet, do thotë miftinia haxhilerët të cilët udhtojnë të parët do kthehen. Do thotë në këtë mënyrë që gjithkush do thotë ta plotësojë numrin e ditëve të parapara në bazë të paqetës së haxhit ose aranzhmanit të haxhit që ka. Mund të na thoni se çfarë përfshihet në çmimin e përgjithshëm? Po, gjithmonë siç përmendet se çdo haxhi kur aplikon ju bën me di edhe çmimin edhe paqetat çka përfshin, si vjet ashtu si kur vitin e kaluar çmimi nuk ka ndryshuar mas madhe nëse kam detyri, është 6.700 euro. Kjo çmim mesatar që shumica e vendeve të regionit e kanë këtë çmim. Në këtë paqet përfshihet gati gjithë aranzhmani, duke filluar nga udhëtimi me aeroplan, të cilët janë aeroplana charter, veçantë për haxhit e Bashkisë Islame, hotelet në Mekë dhe në Medine, ihramet, kurbanet, do thotë ushqimi, di vakte do kenë gjatë qëndrimit, edhe mëngjes, edhe darkë do kenë, do thotë përfshihen gjitha nevojat e haxhive të cilët kanë atje. Do thotë paqeta është e plotë, kushtimisht thënë all inclusive, bile përfshihet ihrame, përfshihet edhe kurbanet, masandej çdo sa që nuk qëndrojmë vetëm në një vend, që edhe transporti prej aeroporti në hotel, prej hoteli në Arafat kur shkojmë, në Muzdelife, masaj udhtimi prej Mekës në Medine, masaj prej hoteleve në Medine deri në aeroport, gjithçka është e përfshirë përveç nevojave personale, individuale që mund të ketë ndonjë haxhi kështu veçantë. Përfshihet bile ne kemi parasysh atje se thash kemi edhe staf mjekësor, edhe hoxhallar, më thash zoti bile kur ka edhe komplikacione shëndetësore, gjithë është përgjegjësia e Bashkisë Islame, ata përveç trajtimit mjekësor që marrin nga mjekët tonë, por nëse ka diçka më të vështirë, më të komplikuar, ato barten në spitale atje, u mbulohen gjitha nevojat haxhime, do të thotë haxhiu nuk paguon asgjë. Një pyetje deshta t'ja bëj, ku është dallimi mes umrës dhe haxhit? E dim që tani kohëve të fundit ndoshta është të themi për shkak të çmimit, po për të vizituar atë vend shenjtë, dëshira është e madhe. Dhe zakonisht shohim që besimtarët musliman shkojnë edhe jo në kohën kur është haxhi. Mund të na tregoni sadopak ku është dallimi mes umrës dhe haxhit? Në të disa rastet vizitohen vendet e shenjta, por dallimi është esencial. Haxhi është detyrim, obligimi domosdoshëm që ne e quajmë në të drejtën islame fars. Dhe haxhi krihet vetëm në kohë të caktuar. Do thotë ja tani ne jemi në muajin Dhulkade, në vigjilje të muajit Dhulhixhe. Do thotë haxhi krihet vetëm në muajin Dhulhixhe. Ndërsa umreja është sunet, që është preferim, është tradit nga pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe është sevap, është e preferuar, por nuk është e detyrueshme, nuk është fars. Do thotë një musliman i cili i plotson kushtet e ka të obligueshme një herë në jetën e tij ta kryejë haxhin si fars, ndërsa umreja është sunet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk është detyrim, nuk është fars. Tani brenda kësaj ka dallime, normal se gjatë haxhit, përveç që bëhet tavafi, sa'i, është qëndrimi në Arafat, është veshja e ihrameve dhe ka edhe rituale tjera të cilët nuk krihen gjatë umrës. Ndërsa umra përbëhet thjesht vetëm me veshjen e ihrameve, bëhet tavafi rreth Ka'bes dhe bëhet sa'i. Do thotë umra bëhet vetëm në disa orë të caktuara krihen, ndërsa haxhi ka më shumë obligime dhe rituale tjera. Ashtu që edhe në aspektin e jurisprudencës islame dallon, edhe në aspektin e mënyrës së kryerjes dallon. Nderuar, mund të na thoni, pasi që jemi edhe nga fundi minuta, pasi që sot jemi edhe ditë e Xhuma, ditë e rëndësishme për gjithë muslimanët, llogaritës si një ditë e madhe. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë haxhilerët, pasi edhe tema ishte për haxhin e këtij viti? Meqense se ne u morëm më shumë në aspektin e organizimit, aspektet teknike për haxhin, atëherë nëse më lejoni mua në disa minuta, unë dua shkurtimisht në këtë ditë të madhe, edhe një formë mesazhi le të jetë, që haxhi është shumë i rëndësishëm
bazuar ose shikuar nga aspekti mësimit islam. Miliona njerëz nga 4 anët e botës vinë në vendet e shenjta, gjithë ta vinë me adete të ndryshme, me përkatësi kombëtare, gjuhësore të ndryshme, me status social të ndryshëm. Mirë po kur vinë në vendet e shenjta, kur fillojnë të kryejnë haxhin, është obligim që të veshet ihrami. Ihram janë 2 pëlhura të bardha, të cilët i vesh çdo haxhi. Dhe pavarësisht statusit të tij social, mund të jetë shumë i pasur, mund të jetë më pak i pasur, mund të jetë shumë i ditur, profesor, shumë i madh, mund të jetë më pak i shkolluar, mund të ketë pozita të rëndësishme në vendin nga vinë, ose mund të jetë një qytetar i rëndomt ose i thjesht. Atje të gjithë veshin ihramet, që paraqet një barazi absolute, të jashtëzakonshme. Kjo neve na kujton shumë gjëra, ka simbolika të ndryshme, urtësi të ndryshme nga mësimi islam. Para se gjithash njëherë na kujton dhënien e llogarisë para Zotit në ditën e gjykimit. Se kur të dalim para Zotit xheleshanu, nuk na vlen as pasuria, as pozita jon, statusi social që kemi pas në këtë botë dhe kështu me radhë. Të gjithë do mbajmë llogari dhe do japim përgjegjësi para të Madhit Zot. Allahu xheleshanu na kujton në Kur'anin famullar, është një verset i Kur'anit famullar thotë: "Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Thot i Madhi Zot, thot, kujtoni, thot, ne ju kemi krijuar, thot, nga një mashkull dhe nga një femër. Fjala është nga Hazreti Ademi, nga Hazreti Havaja. Thot, masaj ju ndam në fise e kombe, me qëllim që ju të njiheni në mes vete, që kjo është një vlerë e shtuar. Mirë po thot, ka Allahu xheleshanu nuk është më i afërt, më i mirë ai i cili takon kësaj përkatësie kombëtare apo tjetrës, po vetëm ai i cili bën vepra të mira, që është më takva, që është më i devotshëm. Bile kjo ka qenë edhe mesazhi kryesor të dashmit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe në haxhin e lamtumirës. Ju drejtohet muslimanëve bukfalisht në këtë frymë. Thotë, ju jeni gjithë të krijuar nga Hazreti Ademi. Nuk ka dallim i bardhi nga i ziu, arabi nga jo arabi. Te Allahu xheleshanu është më i afërt vetëm ai i cili është vepërmir, që bën vepra të mira, që është kontribues më i mirë. Do thotë, gjatë haxhit ne përjetojmë këtë ndjesi, këtë barazi absolute. Haxhi është një kongres vllazëror i muslimanëve, pavarësisht nga statusi i tyre social. Masaj haxhi është një kongres paqeje. Shiqoni kjo që se simbolika ose urtësia, ne do të marrim mësime nga çdo ibadet, nga çdo ritual fetar islam që bëhet. Veshja e ihrameve që përmenda, kur muslimani e veshën ihramin gjatë qëndrimit në haxh, ai ka disa ndalesa, disa kufizime. E thotë ka të ndaluar çdo lloj kacafitje në mes njerëzve, ti bëhet dëm dikujt, po jo vetëm në mes njerëzve. Gjatë veshjes së ihramit ose gjatë periudhës kohore kur është me ihram, e ka të ndaluar bile të gjuaj, të dëmtoj edhe shtazët, shpezët, insektet, botën bimore, bile ka të ndaluar të presë edhe gjethe. Kjo është një paqe jashtëzakonshme absolute, që bën me dije se kjo duhet na mbesin edhe mbas kryerjes së haxhit. E thot me qenë të këtill, paqësor, me qenë dashamirës, me qenë ata të cilët do mundohemi të reflektojmë gjithmonë paqe, dashuri, vepra të mira, të ndihmojmë njëri tjetrin. E thot në ditë të caktuara Allahu xheleshanu na ka bërë këtë ndalesa, që ne ta përjetojmë këtë ndjenjë dhe këtë me shpresë që ta bartim edhe në jetën e përditshme. Prandaj thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ai i cili e kryen haxhin me devotshmëri, bazuar në parimet fetare islame, thot ai pastrohet nga mëkatet, nga gjinahet, sikur të jetë i lindur nga nëna e tij. Do thot sikur me ja fillu një jetë plotësisht e re. Masandaj haxhi është një sakrificë e jashtëzakonshme. Shiqoni, çdo kush i cili vendos që në emrin e Zotit të kryejë haxhin, ai një herë sakrifikon nga vetja e tij në aspektin fizik, shpirtëror, po edhe në aspektin material. Dhe thotë duhet me nda një pasuri të konsiderueshme për ta kryer haxhin. Mirë, po thotë pejgamberi alayhis salatu wasalam, çdo kush i cili e kryen haxhin konsiderohet misafiri i Allahu xheleshanu. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wasalam me një rast tjetër, thot përqendrohu në kryerjen e haxhit ose umrës, për arsye se kryerja e haxhit ju largon varfrinë dhe mëkatet. Do thot varfrinë dhe mëkatet. Çdo kush i cili kushtimisht investon ose sakrifikon
edhe materialisht, edhe fizikisht, edhe shpirtërisht në kryerjen e haxhit, mos mendojë do të thotë se ai ka humbur një pjesë të pasurisë. Pa Allahu xhaleshani ja kompenzon në formë tjetër, do të thotë pejgamberi ja fshin varfërinë dhe mëkatet. Do të thotë ka mundësi të kërkojë falje nga Allahu xhaleshanu, t'i falen mëkatet, po Zoti xhaleshanu edhe t'ia shtojë të mirat. Do të thotë të kesh statusin e misafirit të Zotit xhaleshanu, kjo është diçka shumë e madhe. Prandaj inshallah çdo kush që ka bërë një jetë të kri haxhin si vjet, inshallah Zoti xhaleshanu t'ju japë shëndet edhe mundësi që ta krijnë haxhin në formë më të mirë. Gjithë ata të cilët e ndën nuk janë jetë li Zoti inshallah të va mundësojë të bëjnë jetë edhe të va mundësojë edhe aspektin fizik edhe material që Zoti xhaleshanu të va mundësojë ta krijnë dhe ta përjetojnë këtë ndjenjë të jashtëzakonshme. Ju faleminderit shumë që ishit të pjesë emisionit të Ritmi i Ditës dhe shpresoj të shkoni dhe të ktheheni shëndoshë mirë gjithë haxhilerët nga vendi ynë ta kryen këtë obligim fetar ata të cilët kanë mundësi. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Unë mundova në pika të shkurtra aq sa na lejon koha të shpjegojmë pak a shumë për organizimin e haxhit, po për informata më të detajzuara, do thotë ju bëjmë thirrje besimtarëve, muslimanëve që të drejtohen në institucionet e Bashkisë Islame, qoftë në Myftini, Gjeçse, qoftë në riasetin e Bashkisë Islame, ose në çdo institucion fetar të Bashkisë Islame, që të marrin më shumë informata rreth haxhit, sidomos kur kemi parasysh se interesimi vitet e fundit është goxha i shtuar, ashtu që në këtë mënyrë do thotë ne do të kemi mundësi të ju japim një suport, që ndihmojmë që ju japim edhe informacione, po edhe të përgatisëm dal nga dal për mënyrën më të mirë të krijerjes së haxhit. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë me të ftuarin ton që biseduam lidhur me haxhin e vitit 2025, qëndroni me ne sepse kemi edhe të ftuar tjerë me kolegën time Xhanane Halili.